Në ditën e Europës, lideri i opozitës Sali Berisha ka lëshuar akuza ndaj prezencës diplomatike të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Berisha ka vënë në shënjestër drejt për drejt kreun e delegacionit të BE Silvio Gonzato, duke cilësuar atë si një zëdhënës të qeverisë dhe duke pretenduar se Brukseli po furnizohet me informacione të rreme mbi opozitën. I pyetur nga qytetarët në rrjetet sociale mbi marrëdhëniet me ndërkombëtarët, Berisha ishte jashpër në përshkrimin e punës së ambasadorit aktual. Për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur, ky sillet si me qenë ambasadori Edi Rams, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar, ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin, është përpjekur në shumë mënyra të paraqes opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, po ka dështuar eksponent transishëm të Bashkimit Evropian ja kanë bërë të qartë në prani të tjerëve se opozita, se Partia Demokratike është thellësisht orientuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është partneri ynë, i është thënë shkëlqësisë tij. Ndaj dhe ai ka bërë zgjedhjen e vetë. është unifikuar komplet me Edi Ramën dhe sa herë unë thoja ndonjë të vërtet, bashkë me ndonjë lobiste tjetër të tij në Komisionin Evropian, shohin deklarata, por unë absolutisht shqiptarëve dhe bashkimi dhe partnerë evropian do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ai u ndal edhe te raporti i fundit i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, duke cilësuar atë si një mbështetje të madhe për opozitën. Ai theksoi se raporti vërteton ekzistencën e Partisë Shtet dhe se Edi Ramës i është bërë e qartë se procesi i integrimit mund të zhbëhet nëse nuk adresohen problemet madhore të korrupsionit. Edi Ramës i është thënë se një variant është të zhbëjmë të gjithë procesin e integrimit që nga fillimi me Shqipërinë. Por ky variant është rezervë, nuk është vu me njëherë në lëvizje. Është vend ky raport i cili përfaqëson Parlamentin Evropian. Ky raport bën diagnozën e problemeve madhore të krijuar nga Rama, Balluku dhe hajdut të tjerë në Shqipëri. Kreu i Demokratëve deklaroi se lëvizja opozitare nuk do të ndalet deri në largimin e kryeministrit dhe përballjen e zyrtarëve të lartë me drejtësinë. Sot ndjehem më i motivuar se kurrë për protest. Dhe se më nderojnë me targetimin që bën Edi Rama. Ky frikacak i ult, ky kriminal ordiner, që njëherë nxjerr një bandit në atentat për të festuar praninë e liderit evropian në një atentat ndaj meje. Njëri tjetër urdhron një kriminal në timon për të drejtuar topin e ujit. Por ta di mirë se Edi Rama nuk ka shpëtim. Çfarëdo që të përdor, ai do marr atë që meriton. Ai bëri apel edhe strukturave të Partisë Demokratike për një organizim më të mirë në terren, duke e konsideruar përballjen me regjimin e Edi Ramës si misionin më të rëndësishëm për dinjitetin e vendit.